Baleti Zëri i Saj, kushtuar mbretëreshës së muzikës shqipe Nexhmije Pagarusha, është dhënë premierë të mërkurëm 6 maj në Pallatin e Rinisë në Prishtinë. Nën kujdesin e koreografit Driton Saqipi, shfaqja shpalosi rrugtimin artistik jetësor të ikonës së muzikës shqiptare. Interpretimi briljant i balerinëve e vallëtarëve të rinj gjatë shfaqjes u përcoll me këngët më të mira, të kënduara ndër vite nga Belbili i Kosovës. Si ide, besoj që nuk u konë shumë e vështirë me përzgjellë, sepse dihet se bëhet fjalë për njënën prej ikonave më të mira që e ka kombi jonë shqiptar, domethënë Nexhmije Pagarusha, edhe unë si artist i ri i drejtimit, domethënë të baletit, koreograf, përmes lëvizje jam mundu të paktën ta nderojmë dhe ta respektojmë të madhën tonë Nexhmije Pagarusha. Jam mundu, domethënë, me marrë jetën e Nexhmijes prej fillimit karrierës saj, sukseset që i ka pas kulmin e karrierës, normal fillimet nuk janë edhe të lehta, si çdo artist, kulmin e karrierës, dashurinë kur u dashuru me Rexho Mulliçin, edhe përfundimi, domethënë, fundi, pleqëria, dihet se na deshtëm apo s'deshtëm, krejt kemi mu plak edhe është që në fakt edhe këngave të kem vetë ju ka përshtat, kështu që me të vërtet ka dal, muj me thonë, ka dal sikur një lloj filmi e jo si shfaqje e baletit. Aktoria Edona Reshitaj interpretoi një poezi të Naime Beqirajt për të shpalosur profilin artistik të Nexhmijes. Me emocione fjalë miradije u përshkrua shfaqja nga publiku e profesionist të muzikës. Kur hynë në jetën tem, ishte pak me të thanë të dua. Atë takime kujtoj, me frymëzim njësoj. Trimi im i bukur, djali malsis, ma zgjove dashonin, në stre mësole gëzim, ma dhurove kangën që kur nuk pat harrim. Ishte shumë e bukur për mu se njerëzit zakonisht kur marr pjesë në për ngjarje që i dedikohen Nexhmije Pagarushës, e din që unë e kënoj, se zakonisht kom kënu në për këto ngjarje. Kësaj here erdha me një interpretim dhe kjo më bën me uni shumë veçantë sepse si këndim e kom nderu shumë shpesh. Po duke ditë që ajo ka qenë edhe aktore, edhe këngëtare, njëkohësisht unë i bëj të dyjat, kështu që kësaj here që erdha në rolin prej aktoreje, bëni me uni shumë mirë edhe shumë emocionume. Dashnia që bën tret, ka herë ka përëndu, veç nëndër me mundon, nga një herë ka më shi. Ishte një shfaqje ku tregoj një nivel shumë të lartë artistik, edhe pse mosha e balerinëve është e re, janë nxënës të shkollës mesme Prenke Jakova në bashkëpunim me të gjithë partnerët që ishin aty domethënë në skenë. Po them drejtën ka qenë një shfaqje shumë e veçantë, një koreografi ku e përgëzoj Driton Saqipin për koreografinë, e cila ishte një koreografi shumë moderne, shumë e kohës dhe njëkohësisht edhe mjaft e këndshme me u pa për publikun. Kur një ditë të heshti për buzën nga të gjithë dhe dëshiron me kish prap në kënda për veti, mos kërkos trim pe unë se ngrocia e shpirtin tim ka shumë kohë që fluturon për ty në mshim. Shfaqja Zëri i Saj u realizua në kuadër të programit edukativ Edu Opera nga Opera e Kosovës dhe ansambli kombëtar i këngëve dhe vallëve Shota në bashkëpunim me Shkollën e Mesme të Muzikës Prenke Jakova. Ideja ka qenë krejt për një takimit me koreografin Dritonin, i cili e ka prezantuar si ide që është e përgatitur me Shkollën
e mesme të muzikës, edhe aty ka linë gjithçka. Pra, kemi shku me drejtorin, kemi pa provën, edhe neve na ka ba shumë përshtypje ideja, dhe thotë edhe se si kanë i performu fëmijët, edhe ne me njerë kemi të ofru ndihmën që ta bojmë një shfaqje tamam si që ka hije, me që edhe ishte ideja për Bilbilin e Kosovës në Xhmia Pagarushën, pra të bëjmë një shfaqje që tjetë sa ma dinjitetshme për të, po gjithsesi që edhe të rinjt ta prekun skenën ashtu si që ka hije. Repriza e kësaj shfaqje jepet të enjtën me 7 maj po në Pallatin e Rinisë me fillim nga ora 18:30.